Sëmundjet renale në Fier janë rritur ndjeshëm. Statistikat flasin për 1200 pacient të kartelizuar gjatë vitit 2024, nga të cilët 75 ka nevojë për transplant renal, ndërkohë që 120 prej tyre trajtohen me hemodializë. Sipas nefrologes në Spitalin Rajonal Fier, Shpresa Stase, grup mosha më e prekur është mbi 60 vjeç, kryesisht të sëmur kardiak, diabetik apo të prekurit nga infeksionet e traktit urinar. Kemi një rritje të madhe të numrit të sëmurëve me veshka. Nga shkaqet kryesore që shikojmë më tepër, kemi të sëmurët me sëmundje zemre, diabetikët, hipertensioni dhe infeksionet urinare. Ndërshkaqet që çojnë në keq funksionimin e veshkave, rënditen jeta sedentare, keq ushqyerja, përdorimi i alkoolit e të tjerë. Ka pohuar mjekja nefrologe, teksa ka theksuar se depistimi është tepër i rëndësishëm për ta kapur sëmundjen në fazën fillestare. Në rrethin e Fierit ka një rritje gjatë këtij viti dhe kjo ditë ndërgjegjësimi synon kapje në kohë të sëmundjes renale dhe mjekimin në rregull. Gjithashtu, parandalimi që synon në një dietë të shëndetshme, marrjen e ujit dhe mbrojtjen nga infeksione. Nga statistikat tona në rrethin e Fierit, ka rreth 1200 të sëmur me sëmundje renale kronike stadi 3 deri në 5. Nga këta janë 75 me transplant renal dhe rreth 120 me hemodializë. Në moshën mbi 40 vjeç, çdo person bën një ulje të filtrit të glomerular me 1%. Prandaj duhet depistimi, sidomos në këtë grup moshash, mbi 50 vjeç, check-up-e të rregullta në mjekun e familjes, që të kapen sa më herët dhe të mjekohen në kohë. Për arsye se sëmundjet renale nuk kanë simptoma shumë të shprehura dhe në vendet më të zhvilluara ndodh që kapen në stadet e fundit të sëmundjes renale dhe si shmanget kjo vetëm nëpërmjet depistime dhe analiza që bëhen te shërbimi parësor. Nuk ka simptoma që i smuri ta kuptoj që është i smur me veshka nëse s'bën analiza. Teksa ka theksuar se numri të prekurve nga sëmundjet renale për gjatë vitit 2024 arriti në 1200, Stase ka përcjell mesazhin e kujdesit ndaj sëmundjeve të veshkave, edhe nëpërmjet një diete ushqimore. Muaji mars shënon dhe muajin e ndërgjegjësimit të shëndetit të veshkave, nisur nga rëndësia që menaxhimi i kësaj sëmundje ka për cilësinë e jetës. Ndërkohë që sipas studimeve të fundit, deri në vitin 2040 parashikohet që kjo sëmundje të jetë shkaku i 5 kryesor i vdekjeve në botë.